Plot repartet e kirurgjisë e ortopedisë e po kështu edhe emergjenca e Spitalit Regional në Gjakov. Gjatë 4 javëve të fundit është rritur tej mase numri të aksidentuarve në komunikacion në rajonin e Dukagjinit. Kështu bëjnë të ditur në emergjencën e Spitalit në Gjakov. Me ardhjen e emergjimtarëve dhe stinës së verës, numri i pacientave normalisht shtohet shumë, kështu që pavarësisht është dëfishu puna në repartin e emergjencës, për muajin korrekt që i kena shënimet e sakta i kemi pas diku 1700 pacienta. Prej tyre kanë qenë 213 raste emergjente, shumë të rënda, ndërsa rastet e aksidentit i kemi pas diku 63 pacienta. Kemi pas edhe rast aksident me përfundim fatal, një i vdekur dhe lëndime me invaliditet. Lëndime nga më të ndryshmet që po trajtohen në repartet përkatëse, por mjekët e spitalit apelojnë për kujdes, sepse sipas tyre ditët e fundit vërtet numri ka qenë i madh dhe vështirë i përballueshëm. Ju kisha sugjeruar në këtë rast për shfrytëzoj rastin që edhe qytetarët tonë të jenë kujdesshëm gjatë vozitjeve, si dhe të kenë kujdes në konsumimin e alkoolit, sepse njëri nga shkaktarët kryesorë është edhe ai i aksidenteve. Por pos aksidenteve është shtuar edhe numri i helmimeve dhe personave që vuajnë nga sëmundje të ndryshme kronike.